në SBA themelohet Shoqata Shqiptare-Amerikane e Gastroenterologjisë. Komiteti Mjekësor Shqiptaro-Amerikan shënon një hap të rëndësishëm në krijimin e Albanian American Gastrointestinal Association, AAGA, Shoqata Shqiptare-Amerikane e Gastroenterologjisë, një shoqatë profesionale dedikuar bashkëpunimit shkencor, edukimit mjekësor dhe rritjes së ndërgjegjësimit shëndetësor në diasporë dhe në trojet shqiptare. AAGA ka për mision krijimin e një platforme të qëndrueshme bashkëpunimi mes gastroenterologëve shqiptar në SBA, Shqipëri dhe Kosovë, duke promovuar shkëmbimin e përvojave klinike, organizimin e konferencave dhe aktiviteteve edukative si dhe fushata sensibilizuese për sëmundjet e aparatit tretës dhe për ndalimin e kancerit gastrointestinal. Shoqata do të ketë një fokus posaçëm tek mentorimi i studentëve të mjekësisë, rezidencë dhe mjekëve të rinj në specializim. Bordi i parë drejtuesit përbëhet nga mjek të njohur të komunitetit, doktoresë Dana Nikola, presidente doktoresë Lidia Cenami, SPAO-s vënës presidente doktor Manol Jovani, Thesari Elona Shejes, sekretare, doktor Gjeni Deda, lidhje me Shqipërinë, Erinda Stefi, lidhje me Kosovën, dhe Rifat Latifi, antar i nderuar i bordit. Pjesëmarrja e doktor Rifat Latifit, një prej emrave më të njohur ndërkombëtarisht në mjekësi, ministri i shëndetësisë Kosovës, i jep shoqatës një peshë të veçantë akademike dhe profesionale. AAGA ka shprehur synimin për të krijuar partneritete të qëndrueshme me institucionet shëndetësore, universitete dhe organizata komunitare në SBA, Shqipëri dhe Kosovë, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për shëndetin gastrointestinal, për ndalimin dhe diagnostikimin e hershëm të kancerit, edukimin e vazhdueshëm profesional, mentorimin e gjeneratës së re të mjekëve dhe forcimin e bashkëpunimit akademik dhe shkencor ndërkombëtar.